Unë jam mysafir këtu, kështu zgjodhi të thotë shkrimtari Ismail Kadare nga odaja e shtëpisë së tij. Pas 9 vjetësh, ai rikthehet në shtëpi, këtë herë jo si zoti i saj. I bindur se shtëpia ku lindi tani më nuk i përket vetëm atij, nuk nguroi t'i adhurojë qytetit, ndërsa qeveria vendosi ta kthente atë në shtëpinë muze Kadare. Megjithatë, një xhelës për të qenë zoti i saj çdo herë që do të kthehet aty, ai e ka. Populli thot, gruaja është shtëpia, ndërsa Ismaili, që herët, thoshte se nuk ka gjë më të ftohtë për burrin se kur e gjen shtëpinë mbyllur dhe i duhet të hap vetë derën. Ndaj, po të japim këtë haps ti Helena, që Ismaili ta gjej atë gjithmonë hapur. Rikthimi në shtëpinë e lindjes është i përmallshëm për çdo, por Kadareja s'ka këtu thjesht kujtimet e fëmirisë. Vendi i parë që shkruaja unë ka qenë ky vendi të Kisha një kason që i thonë një si. Dhe kjo më nxinte, dhe vinte një dritë shumë e bukur se vinte prej andej veriut. Kjo kishte një kanat, mund të mbyllej edhe këtu. Lidhja gjonjë thënë. Edhe atje kam shkruar më kujtohet. Kopimin me dorë të Hamletit, ai kopimi i parë. Gjitha këtu e kam bërë. Stera, odaja, pusi, burgu, sokaku i të marrëve, vetë qyteti i hirt, qyteti i gurt, kam frymzuar jo pak shkrimtarin Kadare, më të zëshmin e letrave shqipe dhe ndër më të zëshmit shkrimtar të gjallë sot në botë. Por ne këtë herë gjejmë në këtë qytet, të cilin e shndërroi në qytetin personazh e që gjendet thuajse në çdo vepër të tij. Jashtë studiove televizive, larg intervistave të zakonta, Kadareja është krejt ndryshe në një rrëfim të pazakont, çmallës dhe krejt njerëzor. Emisioni në Tempull në News 24 ishte po ashtu si Kadareja në shtëpinë e tij të rindërtuar, tani më muze, për të dokumentuar Kadaren siç nuk e kemi parë asnjëherë. Me familjen Kadare dhe përpara mangallit, që edhe pse i shuar solli ngrohtësi dhe mall, aq sa bëri të përlotet edhe gjeniu 80 vjeçar. Ju ftojmë të ndiqni emisionin në Tempull të premte në orën 20 për të përjetuar emocionet e rrëfimit të pazakont të shkrimtarit Ismail Kadare.